Bufi thot, do shkri spagun në 12 maj. Po pse? Sepse ka hallin e vetë. Shqipëria madhështore është vetëm një gjë. Me që 2 herë shqiptarët e hëngrën edhe ja dhanë Bufit herën e parë i shkatroi, ja u thau komplet xhepin, edhe i bëri të vriten rrugëve, e të marrin rrugët, se flasin për marrje rrugësh në kohën tonë. Po sa njerëz ikën nga sytë këmbët kur Bufi shkatroi Shqipërinë. Herën e dytë, gati nuk na çoi prapë ngremin me borxhe, tani shqiptarët duhet bëhen bashkë që prapë t'ja japin Bufit, që Bufi të mundet të rri akoma në qafë jo vetëm demokratëve, po edhe të shqiptarëve. Jo ore. Nuk kanë shqiptarët as një sekond për të humbur me këtë histori. Shqiptarët kanë vetëm një gjë për të bërë, për të shtyrë përpara që ne të bëhemi antarë të Bashkimit Evropian. Dhe ajo pasaporta atje nuk është një dokument udhëtimi, leje udhëtimi, siç është pasaporta që kemi sot. Ajo pasaporta atje është status i ri qytetarie për të gjitha ju, për të gjithë familjet tuaja, për të gjithë fëmijët tuaj. Sepse me atë pasaportën e re, shqiptarët për herë të parë në histori bëhen me ligj dhe me zakon qytetarë të barabartë në të njëjtën shtëpi që është shtëpia e Bashkimit Evropian. E kjo nuk është retorik. Kjo është ajo që ndodh. Sepse në momentin kur ne hym në rrethin e Bashkimit Evropian, ne jemi njësoj si gjithë tjerët brenda rrethit. Sot ne jemi jashtë rrethit. Këtu janë hyrjet, vim te kjo hyrja këtu na thon futun radh, dilane,